Një ambient i përshtatur për tharjen dhe përpunimin e kanabisit është zbuluar nga policia e shtetit në zonën e rezervuarit të Divjakës gjatë operacionit të koduar koordinimi. Aksioni u ndërmor pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, ndërsa gjatë kontrollit në një sipërfaqe toke shtetërore u gjetën 44 kg lëndë narkotike kanabis sativa, prej tyre 37 kg ishin në proces tarjeje, ndërsa 7 kg të tjerë ishin përpunuar në formë boçesh dhe gati për trafikim. Në vim të hetimeve, 3 punonjës të administratës rajonale të zonave të mbrojtura në qarkun Fier janë proceduar penalisht për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, pasi dyshohet se nuk kanë ushtruar kontrollve dhe përgjegjësitë që i ngarkon ligji. Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për identifikimin dhe kapjen e personave që kultivuan dhe administronin lëndë narkotike. Një tjetër operacion u zhvillua në fshatin Vlla të bashkisë Has, ku policia goditi një rast të kultivimit të bimëve narkotike. Si autor të dyshuar u identifikua një 70 vjeçar dhe 2 djemt e tij. Gjatë ndërhyrjes në prag kanë përfunduar një moshuari dhe njëri prej djemve, ndërsa djali tjetër është shpadur në kërkim. Për këtë rast është proceduar penalisht dhe kryeplaku i fshatit për shkak të dyshimeve se nuk ka përmbushur detyrimet ligjore që lidhen me parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike. Policia e shtetit bën të ditur se kontrollet në të gjithë territorin do të vijojnë në kuadër të planit kombëtar për goditjen e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, si dhe përvojën përpara përgjegjësive të çdo personi të përfshirë në këto veprimtari të palishme.